Kanë marrë përsi për të them për një pjesë të personazheve, të cilët janë në kërkim, nga s'pak ta marrë përsipër këtu publikisht dhe them që lvizin të lirë. Tashi, diçka na çalon këtu, na çalon tek policia e shtetit i bie në parimin e gjës. Ju keni qenë prokuror Karanja dhe në një moment caktuar keni pasur një çështje në dorë dhe jeni detyruar të lëshoni një urdhër arrest. Kur vjen prova, e ke qepur dosjen ti, ke konstatuar, ora Andi Bora, ne ka konstatuar që ka kryer një plagosje me dashje, ke marrë pamjet filmike, ka qenë në përgjim, është vërtetuar, qepet dosja, ngrihet akuza plagosje e rënd me dashje, nuk e di tentativë vrasje, po gjëja me gjithë policinë s'mgjen mua ti. Te ja dikush tradhtoi. Besoj unë tash këtu. Pra ti e ke bërë detyrën si prokuror, do të flas. Ti e ke qepur këtë dosje. Unë lvizi lirë. Tani, nga pikpamja procedurale, prokurori aktet e arrestit ja çon për zbatim policisë gjyqësore. Po. Policia gjyqësore merr masa për zbatimin e tij. Policia gjyqësore mbas ligjit ndahet në oficerët policisë gjyqësore dhe agent. Në kjo mas sigurimi çohet për zbatim policisë shtetit. Pra që ndahen në agentët, merret masa, çohet masa në mënyrë vertikale, siç janë se policia është e centralizuar, i çohet sektorit kërkimit. Duhet rastet që nëse është e vërteta, unë flas nga ana procedurale. Sigurisht unë duhet që ti qëndrosh korrekt logjikës nga ana procedurale. Në rast se një person në kërkim që është me masë sigurimi, sepse masa sigurimit tregon vendin se ku duhet të ish, ti duhet të ish i lirë, duhet të jesh në burg. Pra vendi shteti shqiptar thotë që sepse organet e ndjekjes penale janë pjesë e shtetit. Po. Pa janë pjesë e shtetit. Kërkesën e bën prokurori, gjykata vendos masën. Përfaqësojnë të gjitha shtetin. Përfaqësojnë shtetin shqiptar. Po pra, përfaqësojnë dhe ti ke mbas kësaj mase duhet të rish në këtë vend. Duhet të ish në burg dhe ti punonjës i policisë, i cili ka për detyrë të zbatojë masën, ka detyrim ligjor. Pra, jo vetëm ai i kërkimit, se janë sektori i kërkimit, por çdo punonjës policie kur konstaton një person kërkim duhet ta marrë masën se ka atributet, ta arrestojë, ta çojë të përballet me drejtësinë. Pra ky është momenti kritik dhe në rast se ky person shifet dhe nuk kapet, kjo është problem, sepse e pari është shkelet në 18 i Kushtetutës, që gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit. Ti kur s'kap të lënë atë tjetrin, atë fukarën, atë marrumit. Të nxjerrin edhe këta nga burgu, pra. Jo, kapja. Ti ke kapja. Tash mos kap atë. Dalin gjithë. Tash shpotimi i këtij dhe aty, ky lind ndryshimin dhe për pse është favorizuar. Pse favorizohet? Sepse ky person njihet, pra njihet janë dosjet personale, janë dosjet ku kanë banesën, pra dihet vendi ku është banesa dhe ti nuk e kap. Kjo vend në dyshim, sepse efektivitetin sepse ti ke një dosje e ke kot. Pra çështja po nuk e patet panderin tjetër në dosje që të procedohet, pra kam mirë, kam keq, të dali para ligjit, kjo tregon një mungesë efektiviteti nga ana e policisë. Por duhet thash edhe një, duhet provohet. Pra duhet provohet që X punonjës policie e paktën në rrugë dhe nuk reagon, ose e shohin qytetarët. Po kur e shef shpesh një person në rrugë që del, kjo tregon që edhe këta nuk lvizin kështu Karanja, edhe këta ruhen kur lvizin, po lvizin lirë. Po lvizin lirë tani. Duhet verifikuar. Ka mundësi që polici i zonës, sa nuk e di që mund të kenë dhe agjendët e tyre aty, mos ta dinë që Andi tash merr makinën këto orar, lviz ku di unë, lviz për Tiranë, lviz, kjo është e pamundur të ndodhi. Por informacionet duhet të punojnë më shumë sektori i kërkimit për kapjen e personave në kërkim. Aq më tepër për vepra të tilla që dyshohen për vepra të rënda. Se ne po mushim burgjet me ato që s'duhet. Pra këtu që është për të fut burg, ne i lejmë jashtë. U vudhën burgjet me 4 rrënja shash për 3 gram drogë, ka një pushk të kalbur në shtëpia në karabin Simonova, kurse ato që tu për zbatu masën, policia duhet të reagojë. Kjo është shumë e thjeshtë, në një informacion klasifikuar, sekreto, unë se kam probleme e citoj. Gazetar jam, kështu që s'më ndalon njëri. Departamenti i krimit në policinë e shtetit njofton të gjitha drejtoritë vendore që shiko se kanë ardhur festat e fundvitit, hapi dosjet e informatorëve të shohin kush do vi, kush do hyj tash se na plasin ngjarjet kriminale. Pra, duhet punuar me informacionin që vjen nga terreni. Dua të citoj diçka, të paktën 2 persona të cilët sot kanë qenë janë shpallur pra në kërkim dhe kanë pasur masa arresti. Inez Ajrulla dhe Ervis Matodoshaj, pra të paktën Inez Ajrulla disa herë ka pasur tentativa në qytetin e Vlorës për ta eliminuar. Po ashtu dhe Ervis Matodoshaj ka qenë një porosi, të paktën le të themi rreth vitit 2023 mos gabohem,
për të eliminuar në zonën e ujit ftohtë në Vlorë dhe ka qenë pikërisht personi Amarildo Nikolli, ai i cili ishte ngarkuar për të kryer këtë vrasje, një porosi e cila vinte nga Spanja nëpërmjet Leonard Luzit, i cili dyshohet në atë kohë se ishte organizator, le themi, dhe porositës i kësaj vrasje, por Amarildo Nikolli u arrestua nga policia pa arritur ta kryej këtë vrasje. Sot ai është jashtë faktikisht. Karanxha, Amarildo Nikolli është liruar ka mbështypjen vitin e kaluar. Tani, një gjë më bën përshtypje, si ka mundësi ndërhyrjet në Vlorë nga ana e strukturave, le të themi, të policisë, kanë qenë të rralla ose nuk bëhen fare. Që ta kuptojmë, aty janë zhdukur me dhjetra, që nga pjesa e kur cilësua kanabizimi i qytetit të Vlorës në 2015 mbrapa, dhjetra të zhdukur, ngjarje kriminale, duke sikur ky qytet kishte ngritur flamurin e pavarësisë krimit. Do bien dakord, sepse realisht dhe audiencën sot po ta pyesësh këtë Gjorgji nga Vlora, kjo është e rrallë kjo sot. Operacionin Vlorë ka pasur, por operacionin në kuadër të një çështje penale konkrete me masa sigurimi konkretes për ngjarje me grup të strukturuar kriminal, me ngjarje konkrete nuk kishin pasur. Pra është një punë e bërë, po flas, domethënë, pavarësisht kësaj duhet parë roli i çdo kujt nëse kemi apo jo, ka prova të mjaftueshme për grup të strukturuar kriminal. Pra që ka prova dhe çdo person, pavarësisht akuzës, sepse këto akuzat janë shumë të rënda për vrasje dhe ka masa dënimi shumë të rëndë që parashikon kodi penal. Duke prandaj provat duhet të jenë të sakta që të krijojnë bindjen te çdo dyshimi të arsyeshëm se çdo person nga këta ka bërë veprën penale për të cilën akuzohet. Duhet parë jo skaj i shkëputur, por duhet parë në unitet me provat e tjera dhe roli i gjithkund. Tash në lidhje me tentativën ose më saktë me parandalimin e vrasjes këtë Ines Hajrulla, që i cili ka ndodhur që me informacion u kap personi para se ta... Jemi para veprës penale të parashikuara nga neni 80 i kodit penal. Siç e kemi diskutuar, vepra penale ka fazat e saj. Është lindja e mendimit, veprimet përgatitore, kemi tentativë dhe në fund fare është vepra penale e kryer. Kemi qenë para veprës penale sigurimi i kushteve. Pra nuk kemi arritur tek tentativa, se tentativa ka marzhe të tjera. Kështu që personi që ka liruar ka marrë masën e dënimit që parashikon ligji. Sigurim kushtesh. Kaq, sigurimi i kushteve, ai që ka masën ligjit nuk ka ardhur pasoja. Kjo tregon që edhe ajo që Ines Hajrulla ka qenë person i cili ka pasur probleme dhe nuk dilte aq lirshëm. Pra, sepse i është rrezikuar jeta shumë herë. Kështu që prandaj themi që edhe nuk është e lehta kapë. Nuk është e lehta kapë, sa ai ruhet. Ka pas vetë shteti, domethënë, një rast e ka kap vetë personi shteti, sepse organet e shtetit përfaqësohet ose pushteti ka organet përkatëse. Ndjekja penale që ka qenë policia gjyqësore dhe prokuroria kanë konstatuar një rast i cili i është rrezikuar jeta. I është rrezikuar jeta disa nuk është shkruar akuza, kot janë gjetur ato bisedat përkatëse, është gjetur, domethënë ka pasur prova, fati që është dënuar ka pasur prova që është ka marrë fajsi për veprën penale për cilët është akuzuar. Dhe ky person ruhet, bëhet, sepse duke rënë dhe fizikisht. Dhe ky është shkaku, nuk mendoj që ka pasur edhe nga policia e shtetit. Megjithatë, thash siç e bëm dhe analizën më përpara, qofse personi del në rrugë ka dhënë, atëherë kjo është gjë tjetër. Pra mund të ketë qenë rasti që shkoi rëneja dhe nuk e kapi, por kjo s'do të thotë që organet e tjera të shtetit kur e shohin të procedojnë. Tash duhet parë as pas rastit. E qartë, duhet thënë që ky është një operacion i cili ka pasur, le të themi, për muaj me radhë ka pasur agjentë cilët kanë vëzhguar personat për cilët u vendos masa e sigurisë Arresmenburg, Ines Hajrulla, Ervis Matodasha e persona të tjerë, pra janë mbikëqyrur për një kohë të gjatë, janë vëzhguar në terren nga forcat operacionale dhe sigurisht është konstatuar pra një pjesë aktivitetit të tyre kriminal, dhe të paktën ajo çfarë kërkohet është që ajo çfarë është gjetur apo është lexuar në përdosje të kriminale të përputhet me veprimtarinë e tyre në terren, e cila dhe kjo në fund të ditës do duhet të dokumentohet. A kanë qenë forcat operacionale deri në momentin e fundit, cilat e kanë ditur se ku ndodhej Hajrulla dhe Matodasha, dhe në fund fare nuk i kanë gjetur aty ku është raportuar. Kjo do duhet parë që sigurisht ngre pikpyetjet e veta, është koincidencë apo jo, por të paktën operacionet të cilat janë kryer nga SPAK apo janë kryer dhe nga forcat policore, pra dhe nga prokurori të tjera, në një pjesë të mirë të tyre kanë dështuar për të goditur krerët apo për t'i vënë përpara drejtësisë krerët e grupeve kriminale, dhe kjo sigurisht është një pikpyetje e madhe dhe shpesh Karanxha ne kemi pas bërë batuta nëpërmjet kolegëve gazetar, operacioni XZK.
Ka rol 1997 me konsolidimin e këtyre grupeve në Vlorë? Për një veprimtari kriminal, le themi, të shëndetshme nga ana ë? Në viti 1997 ka qenë një vit i zi për Shqipërinë. Është një vit shumë i keq. Është tamam viti mbrapsh që ka sjell përveç se pasojave ekonomike, por ka sjell dhe pasoja në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Janë shumë ngjarje të 97-s, të cilët janë të trashëguara. Edhe sot dihet që njeri shqiptari po nuk veproi shteti, pra jemi tradita. Vetgjyqësi. Nuk ta fal kush për atë që ke bërë, por pse arritëm deri këtu? Viti 1997 e theksojmë, ka qenë një vit i mbrapsht, një vit që u hapën depot e armëve, ka ndodhur shumë ngjarje kriminale dhe mbi 3000 shqiptar kanë humbur jetën për një periudhë fare të shkurtër. Pra kanë qenë pjesa më e madhe djem trinj e Vlorë, ka pasur shumë viktima në anët e nga persona. Pra janë shumë persona që janë ngjarje të vjetra, të cilët kanë lënë plagë popullit shqiptar, janë vrarë shumë djem trinj, janë djegur, po djegja, siç është i shprehje tash, robi s'vjen më. Hekrat dhe pasuria shkon e vjen. Pra unë nga ngjarjet e 97-s problematikën më të madhe kam humbjen e jetës dhe shëndetit. Janë mbi 3000 shqiptarë të vrarë, shumë të plagosur, shumë persona me trauma, të cilët kanë lënë konflikte të hapura. Dhe Vlora duket si ka trashëguar qartazi këto, po t'i vëmë re. Të paktën grupet aktive të vjetra të Vlorës, të cilat kanë prodhuar vrasje të herpasershme. Tash ngjarjet e 97-s janë trashëguara. Kanë ngjarje të trashëguara, se janë shumë djem trinj të vrarë, kanë familjarët e vet, një pjesë e falin, një pjesë nuk e falin, sepse në 97 ka pas një problem, ka qenë mos funksionimi i shtetit. Pra shumë ngjarje të vjetra të vitit 1997, vritet ky person dhe varrose pa u bë veprimet procedurale. Pra duhet bërë kqyrje vendit ngjarjes, që janë shumë e rëndësishme. Shkaku i vdekjes. Pra i referojnë medias italiane. Po të kemi parasysh media italiane për ngjarjen e vrasjes së italiane që ndodhi në zonën e Labris. Po. E ke parasysh të ngjarjen që ishte vjet, që i kishin shku për gjueti. E qartë, kemi trajtuar, bashkë kemi trajtuar. Çfarë thanë mediat italiane? Se po qëndroj pak. Nuk është bërë kqyrje kufomës, nuk është bërë shkaku i vdekjes ta. Po këto ishin bërë pra shpifit. Këto gjëra kanë ndodhur në Shqipëri në vitin 1997. Pra që ne s'kishim shtet, pra mediat italiane i referonin 1997, kupton? Dhe në 97 kur ndodhishin ngjarjet në Vlorë, nuk kishte kush bote kqyrjen e vendit ngjarjes, se s'kishte shtet. As komisariat, as shkaku i vdekjes dihet. Pra në shumë ngjarje, mund ka rastisht për shkak të punës, po nuk po i përmend dosjen. Jo, s'ka problem. Kishin nuk provoi shkaku i vdekjes. Pra kishin fotot që qanin një viktim, por nuk dihet pse kishte vdek. Pra kishin fotot që ky person ka vdek, po tash ka vdek nga zemra, ka vdek nga shkaqe tjera, ka vdek nga aksidentet. Është ekspertimi mjeku ligjor që është shumë i rëndësishëm për me provu faktin. Dhe disa ngjarje, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë ngjarje për shkak të mungesës shtetit ka qenë e vështirë provueshmëria. Për shkak të mungesës së shtetit. Pra rënja e shtetit solli dhe pasoja të rënda. Pra shkatrimi i shtetit solli vrasjet. Vrasjen e nuk e provonin dot dhe njerëzit që bonin vrasjen vresë sot njëri ditë nesër prap. Dhe këto kanë sjell ato efektet zinxhir dhe pasojat të rënda për popullin shqiptar, sepse i kanë vrarë tjetrit vllajën, i kanë vrarë babën e tjerë që kanë sjell kemi pjesë të falin, kemi pjesë nuk të falin. Shkon zinxhir ajo. Shkon ky efekti zinxhir. Pse? Për mos funksionim shtetit, sepse po autori i veprës penale boni vrasjen, të marrë përgjegjësi penale për veprimin që ka bërë, atëherë shteti funksionon. Në moment që ra shteti, ran shumë institute tjera që ishin bërë me vite në Shqipëri, dhe solën këto pasojat të rënda, dhe ne po vujmë pasojat e 97-s, jo vetëm zonën e Vlorës, por në gjithë Shqipërinë. Ke shumë ngjarje që janë pasojë e ngjarjeve të mëparshme. Përkthehen dhe sot negativisht. Sepse janë pak. E qartë. Pra është ngjarje shumë kanë vitin 1997 ka shkundur kombin shqiptar. Pra aty është goditja më e madhe, vllavrasja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë. Madje edhe në luftja ti e shef për në Izrael, po godet me raketa dhe nuk janë vrarë aq njerëz. Pra çaj kemi bërë ne shqiptarët njëri tjetrit, si ja ka bërë as
çfarë them, domethënë. Këto luftrat e mëdha. Edhe luftrat e mëdha nuk i është bë. Pra është 28.000 dëshmor janë vrarë, që është e dokumentuar për 4 vjet luftë me italianin, sa janë vrarë vetëm në 97, domethënë është për mua është ngjarje më e rëndë e historisë së Shqipërisë. Është një ngjarje e zezë, e cila sot e kësaj dite po na sjell pasoja. Ndoshta një pjesë e mirë e këtyre ngjarjeve kriminale, këto vrasjet kryen me armët e asaj kohe. I hap rrugë kjo goditje, i hap rrugë goditjeve të tjera të SPAK, kjo që ndodhi në Vlorë, dhe shpallje në kërkim e një individi i cili konsiderohet, le të themi, kryesor apo antar i një grupi kriminal. Sa ja vështirëson punën aktivitetit kriminal, nëse dikush shpallet në kërkim? Se deri sot unë kam qenë i lirë, kam bërë aktivitetin. Në ky moment tim shpallen kërkim mua. Çfarë ndodhe me grupin vetvete? Tani shpallja në kërkim duhet të kemi parasysh që është një mas sigurimi e vendosur nga gjykata që ti nuk mund të lëvizësh lirisht. Pra është ka i farë kufizimi. Pra se të mos dalësh lirisht, mos kryesh një jetë lirë, të pish një kafe, dalësh, takosh njerëz, nuk e bën dot sepse rrezikon që të futesh në burg. Në burgu ka tjera rregulla. Pra ka 3 rregulla, personat që takohen janë me rregullore. Kjo si një farë kufizimi. Pra është kufizim. Pavarësisht se mund diskutohet jo e kapin se kapin është gjë, por je person në kërkim dhe shteti të kërkon të zbatojë një mas që të përballet me drejtësinë. Dhe në vendet evropiane kur jenë sistem, ti nuk mund shkosh vetë, për shembull, shkosh të pish një kafe me kartë ose kudo të shkosh, je person i identifikuar. Aq më tepër sot me zhvillimin e shkencës dhe me ecjen para të elektronikës, sot je në çdo vend je i kapur. Që bëri CIA në Iran që hakeroi domethënë gjithë ato kamrat, është domethënë çfarë mund të bëjmë këto. Edhe sot aq më tepër je në kërkim për i vepër tonë, çdo vend të BE-s kur shef akuzën që je në kushte të vështira. Pra është një farë, është vështirësi kur je person në kërkim, nuk është aq që e godet grupi kriminal në lloj forme. Goditja dhe prokurorët kanë marrë përsipër një detyrë të vështirë, pra është një detyrë e vështirë, por unë theksoj, kur çdo grup të jetë, sado vepër penale tron të jetë bërë, duhet të respektu procesi rregullt ligjor. Provat duhet t'ja provojmë ata akuzë personit. Çdo personi, çdo antari, rolin e gjithkujt, akuza duhet të jetë me prova dhe jo e supozuar. Pra duhet të jetë prova, ke bë këtë, çdo person që t'i krijohet bindja. Pra që t'i krijohet bindja me prova, që dhe një qytetar kur ta gjej gjyqin, ta shkojë të vinë në gjyq, të kuptojë se çka ka ndodhur dhe po, ky ka bërë këtë vepër. Pra edhe kjo që the Karanja shumë e fortë dhe unë po drejtohem audiencës, dhe her pas here ne kur trajtojmë çështje të cilat përmendim emra të aktiviteteve kriminale dhe themi që SPAK lëshoi urdhër arrest për këtë, filan person u arrestua, akuzohet për vrasjen e këtij dhe akuzohet për vrasjen e atij, këta persona deri në fund të ditës së gjykimit në përballje me drejtësinë kanë prezumimin e pafajësisë. Quhen të pafajshëm do duhet vendimi formës prerë i gjykatës që thot filan Fistegu provohet që ka kryer këtë vrasje, po themi, apo ka kryer këtë aktivitet kriminal dhe dënohet me aq e kaq burg. Kështu që kushdo emër qoftë i korrupsionit, siç i diskutojmë her pas here këtu në Sken Krimi, apo qoftë edhe njerëz cilët merren me aktivitet kriminal, janë të dyshuar, të akuzuar për vrasje, deri në fund të gjykimit ata prezumohen të pafajshëm, kanë të drejtën e tyre. Kërkojnë që prova edhe të ballafaqohen, siç thotë edhe Karanja, të qepet prova, edhe ky person të dënohet. Ka qenë korrekt me audiencën. Ka qenë korrekt, aq më tepër për vepra të rënda. Pra duhet kuptohet çka ke bërë, çysh ke bërë dhe edhe një njeri thjesht ta kuptojë. Pra ne ta dinë, ka prova, po, e ke bërë, të mash përgjegjësi penale. Por supozimet dhe fjalët të kuptimin thashë themet nuk kanë vënë. Kodi i procedurës penale është i saktë. Prova që provohet një akuzës është saktë dhe çdo person për çfarë do lloj vepre, por sidomos për veprat e rënda, duhet ushtrohet një kujdes i veçantë sepse rrezikojnë personat masa të rënda. Prandaj duhet punë e madhe. Duhet punë e madhe në verifikimin e provave, në kryqëzimin e tyre, pra se provat dhe punë e vështirë besoj Karanja. Është punë e vështirë. Të provosh një vepër penale. Është punë e vështirë sepse kur shkon gjykat, oficeri për shembull, rregulli i përgjithshëm, prokurori ushtron ndjekjen penale, por bën një urdhër delegimi dhe hetimin e heton një oficer policie. Dhe oficeri kur e bën kjo provë që është marrë nga oficeri i policisë gjyqësore, kjo provë përballet në gjykat nesër.
se duhet i bushësh mendin gjykatës. Praktikisht që shkon gjykatë, janë këto prova, këto dhëna, ky person ka bërë këtë, s'është e provuar nga 1, 2, 3, 4. Madje duhet provuar para gjykatës të 4 elementet e veprës penale dhe të figurës veprës penale, sepse janë në debati është, domethënë, elementet e figurës veprës penale